Përshëndetje miq, mirë se erdhët në episodin e radhës të podcastit Nga t'ja nisim. Me ne në studio është një personazh shumë i veçantë, që unë e kam shumë për zemër. Ajo quhet Adelina Kasemi, ka zgjedhur për shumë vite të qëndrojë larg audiencës publike, por sot për herë të parë është këtu me ne për të ndarë historinë e saj personale dhe profesionale si dhe rrugësimin e saj deri tani. Së bashku do të zhvillojmë një bisedë për tema të ndryshme. Faleminderit Adelina që pranove ftesën për të qenë në podcast. Siç të njohin të gjithë, ti je një person që je shumë privat dhe je shumë diskret si për jetën tënde personale, por edhe për jetën tënde profesionale. Edhe pse rezultatet e tua tashmë janë të njohura. Pse pranove ftesën për të qenë në këtë podcast? Faleminderit ju për ftesën. Me shumë dashuri dhe me shumë kënaqësi e përzgjodha që të jem pjesë e podcastit, e daljes publike dhe pikërisht në Nga t'ja nisim me mikën time të mirë Kitin dhe me asistencën shumë të mirë të atyre që e mbështesin, duke filluar nga Leda. E falenderoj shumë publikisht Ledën. Kam zgjedhur për shumë kohë të jem e tërhequr dhe jo e ekspozuar, duke besuar fort që përmes punës ta përcjell atë të cilën kam për t'i treguar njerëzve. Dhe vjen një moment ku përvoja jote ka nevojë të ndahet me njerëzit dhe mendova që ta bëj, tani është koha, se nëse unë jam frymëzuese qoftë edhe për një person vetëm me atë që të përcjell, kjo mua më mjafton. Dhe aq më tepër nëse ai person do jetë një person i cili deri tani nuk e ka marrë këtë nismë për të bërë diçka për veten, duke menduar që do jetë i paragjykuar apo i rrezikuar në rrugtimin e tij. Mendoj që ta ndaj përvojën dhe ndoshta motivoj dikë edhe frymëzoj dikë. Kjo është faktikisht edhe moto e podcastit Nga t'ja nisim, për të frymëzuar sa më shumë njerëz, duke ndarë histori dhe rrugtimin si sukseset por dhe si pengesat e vajzave kryesisht myslimane dhe jo vetëm. Adelina, kthehemi pak disa vite më përpara, kur ti të besua drejtimi i një qendre për kujdes, le të themi, për fëmijët. Dhe pse në atë kohë në mos gaboj ti nuk e ke pasur këtë lloj arsimi profesional absolutisht. Na trego pak si lindi gjithçka dhe si ka qenë kjo përvojë për ty? Ajo ka qenë themi nisja e parë e cila më orientoi mua drejt edukimit. Ajo nisi me një grup njerëzish vullnetar, të cilët si synim kishin integrimin e femrës muslimane në shoqëri, nxjerrjen e asaj nga ajo guacka në cilën ishin mësuar të rinin dhe nga zona e rehatisë, shtëpisë dhe të rritjes së fëmijëve, për të mësuar më shumë për fen, për të trajnuar në fusha të ndryshme, për të bërë eksperte në disa fusha apo profesioniste themi. Ka dhe shumë vajza që janë eksperte në fakt në fusha të ndryshme. Ndoshta ai nuk ishte faz për të ndërtuar ndoshta ka qenë fillimet e para të eksperimentimit, por sot fatmirësisht fal punës tuaj kemi sot të mundur që shumë vajza të jenë eksperte në fushat e tyre. Përfshirja ime në fushën e përkujdesjes ndaj fëmijëve shumë vite më përpara nisi jo vetëm nga unë sigurisht, por nga një grup njerëzish vullnetar me qëllime të mira, të sinqerta dhe me një perspektivë të largët për integrimin e femrës muslimane në shoqëri, për nxjerrjen e asaj nga ajo zona e rehatisë të përkujdesjes ndaj fëmijëve dhe vetëm të shtëpisë, po për ta bërë atë edhe një për t'i dhënë asaj një njohje të mirë për fen, të cilën ajo ka pranuar dhe praktikon, por edhe për ta bërë atë më të aftë në disa fusha dhe për t'i dhënë një njohuri më të gjerë. Dhe krahas kësaj, ishte krijuar një zonë për kujdesje për fëmijët e këtyre zonjave që vinin, drejtimi i cilës më besua mua, nga një zonë për kujdesje, loje edhe kalimi i kohës së bukur me shokët. Ajo arriti të rritej ditë pas dite dhe u pa që pas ka qenë një nevojë e komunitetit, nuk ishte thjesht nevoja e komunitetit, deri në atë moment shihej si nevojë për komunitetin gruaja. Por fëmijët tanë, të atij brezit i cili kishte lindur fëmijët në islam dhe po i rriste, kishin nevojë për një institucion ku të arsimoheshin, ku të gjendeshin komod, ku të ishin rahat dhe ku të merrnin më shumë se sa një përkujdesje të thjeshtë, Ajo mori për masa shumë shpejt dhe numri i grave të cilat vinin frekuentonin këto qendra dhe kurset ishte shumë i madh, por edhe i fëmijëve që nënat e tyre ishin të angazhuara në për profesionet ndryshme ku punonin ose ishin studente të martuara dhe kishin fëmijë të vegjël, filluan të frekuentonin qendrën dhe numri u rrit. U rrit aq shumë dhe u kthye në një nevojë për të institucionalizuar. U munduam që ta
ta kthejmë atë në një institucion që në atë ambient në cilin, në atë periudhë, po në atë ambient në cilin ishim, por numri atyre që frekuentonin ishte aq i lartë sa ai ambient nuk i përballonte. Dhe për ta mos e harruar, se harrova ta përmend në fillim, aty ishte gjithçka falas, që nga trajnimet e nënave edhe përkujdesja ndaj fëmijëve. Kur numri u rrit, u desh që nga një përkujdesje e thjesht, nga një zonë loje të kthehej në një zonë edukimi, dhe duhet të punsonim disa profesionistë, po duhet të hedhim edhe disa hapa të tjerë për ta ndërtuar si institucion, dhe kjo nuk mbahej dot më vetëm me vullnetarizëm. Duhet të punonin disa persona dhe të paguashin, dhe filluam me një çmim simbolik. Po, shqyr Zotit, edhe kjo fazë kaloi shumë mirë, u shtua përsëri numri edhe pse ishte me pagesë, dhe kishte për njerëzve që nuk ju mjaftonte pagesa simbolike për të marrë një shërbim bazik për 2-3 orë apo 4-5 orë që rrinin fëmijët në kopësht, përdonin një shërbim në këtë qendër, përdonin një shërbim të mirëfillt si një kopësht, si një institucion. Aty pastaj lindi ideja për të ofruar një shërbim të mirë, dhe lindi ideja e parë për të ndërtuar Lodrojmë. Okej. Po Lodrojmë si gjendet sot? Lodrojmë për mua nuk është thjesht një institucion arsimor. Domethënë ajo është një kauz, është përgjegjësi, është amanet. Lindi si është vimësia asaj. Nisi aty, domethënë si një kontribut vullnetar. Unë nuk gjendesh as në fushën e arsimit edukimit hershëm në kohën kur merresha me përkujdesin edhe mbarvajtjen e kësaj qendrës së përkujdesjes. Okej, pra le të themi që në nivel drejtimi pra. Në nivel drejtimi as në nivel arsimi. Okej. Nga nevoja e cila ishte nevoja, ajo e cila më nxiti mua që shiko se me fëmijët nuk mund të jesh thjesht një përkujdesje, po duhet rritesh profesionalisht, të arsimohesh, të ndërtosh një strukturë. Edhe akoma pa ardhur ideja e Lodrojmë, unë u arsimova për arsim parashkollor. Ti veti ke pas fëmijë vet apo ke qenë gjithmonë në drejtim? Ke pas fëmijë që jam përkujdesur për fëmijë. Grupe të ndryshme, po? Gjatë kohës në edukimin e tyre? Po. Gjatë kohës së hershme, ta quajmë atë etapën e hershme. Po, patjetër ne të gjitha, siç e përmenda në fillim, ishim të gjitha vullnetare aty, dhe secila merrte nga një pjesë angazhimi dhe përgjegjësie, jo vetëm në edukim, në lojë. Aty ishte e pa strukturuar si fillim. Në fillim filloi si përkujdesje ndaj me lojë, përkujdesje me ndonjë ushqim të vogël, dhe ishte për një kohë të shkurtër dhe nuk ishte e strukturuar si institucion. Më vonë, kur ne morëm hodhëm hapat për ta ndërtuar si institucion, po flitet për vite shumë të hershme, në kohën kur në internet nuk kisha akses që të shkarkoje programin që ndiqte Ministria e Arsimit, apo që të merrje metoda, apo të njihje metodat e botës dhe ti ta ndërtoje, se njerëzit nuk mund ta ndërtojnë dot një punë vetëm kur janë specialista dhe kanë ekspertizën, por edhe me dëshirën, edhe me përpjekjen, pa autodidakte, ndërton diçka shumë të mirë. Po atëherë ato të gjitha mungonin. Morëm kontakt me një profesioniste të fushës, cilën e falenderoj, pa pagesë, ka bërë trajnimet e para me zonjat, para se ne të ndërtoheshim si institucion, domethënë. Dhe pa atë punën e sinqertë e cila bëhej, vizionin e largpamës të gjitha atyre të cilat merreshin, dhe na mbështeti derisa ne krijuam një strukturë dhe u regjistruam si biznes. Në fakt, unë mbaj mend Lodrojmë gjithmonë ka pasur një standard shumë të lartë. Po flasim që në fillim. Kohën e hershme. E kuptoj. Po flasim për kopshin Lodrojmë, gjithmonë ka pasur një standard dhe i cili shritur çdo vit më shumë. Dhe sot ne të shikojmë ty që je shumë angazhuar, jo më larg se para disa kohësh ke mbaruar një tjetër shkollë, që është shkolla e drejtorëve apo jo, dhe ke dalë si nxënësja me rezultatet më të larta. Dhe je vlerësuar dhe më çmim ndërkohë. Kjo është një shkollë e cila bëhet nga institucione që ty do ta përmendësh, por le të themi që ti ke spikatur nga i gjithë grupi në këtë fushë. Kur e kam ndërtuar Lodrojmë, unë isha formuar si mësuese e arsimit parashkollor. Kur e kemi ndërtuar, nuk mund të them kur e kam ndërtuar, sepse për Lodrojmë nuk kam punuar vetëm unë, ka punuar një ekip i gjerë njerëzish, disa prej cilëve na shohin atje për te ekranit sot, që i përshëndesim.
Ajo nisma ishte atje te ajo qendra e vjetër, pastaj erdhi te Lodrojm. Më vonë unë jam formuar kam bërë një master në leadership dhe udhëheqje akademike për arsimin parashkollor. Dhe gjatë gjithë kohës kam marrë pjesë në trajnime, në konferenca, kam referuar në për konferenca ato arritje të cilat unë i kisha arritur gjatë përvojës time tek Lodrojm. Shkolla e drejtorëve ishte diçka e ngjashme në tipologji me atë që unë kisha bërë një master përpara 10 vitesh dhe isha në dilemë kur doli njoftimi për aplikim, ta bëj apo mos ta bëj. Ç'a do bëj unë tani? Pastaj thash vetes, jo ditë ta bësh sepse po bën një punë e cila është në edukim dhe në edukim, jo vetëm në edukim, në çdo punë në cilën bëjmë, synimi është për sosmëria, arritjet më të larta. Ti vendosi pritshmëritë më të larta, se sa arrin, atë nuk e dim, suksesi vjen prej Zotit. Ama unë do e vendos pritshmëritë shumë të larta, do bëj përpjekjet maksimale që të arrij ato pritshmëritë e mia, suksesi do vi prej Zotit dhe nuk ka dyshim që Zoti nuk e humb askënd që përpiqet dhe sidomos kur përpiqet me sinqeritet që puna e tij mos jetë vetëm individuale, personale, po të preki interesin e përgjithshëm të komunitetit. Vendosa që të aplikoj. Aplikimet ishin një numër shumë i konsiderueshëm dhe u përzgjodhën vetëm 64 veta nga e gjithë Shqipëria. Për mua kjo ishte arritje që këtu, që në hapin e parë, sepse ishte një sfidë me të cilën kisha frikrat e mia, u përzgjodha për të marrë pjesë. Dhe sfidat pastaj në auditor që nuk kanë qenë dhe ato të thjeshta, ka pas vështirësitë e veta. Jam përpjek maksimalisht për të arritur, nuk ka qenë synimi im që unë dal aty studentja me rezultatet më të larta apo me arritjet më të larta, po siç e përmenda, kam qejf që ta përfaqësoj veten në maksimumin e mundshëm, të jap kohën secilës gjë, të jap hakun secilës punë që marr përsipër edhe të prezantohem denjësisht, jo vetëm si profesioniste këtu pra, se këtu pastaj unë paraqitem në 2 aspekte që vijnë paralel me njëra tjetrën. Unë jam profesioniste, po jam edhe besimtare e cila automatikisht i tregoj atij tjetrit që me pamjen time, se tani Zoti e di se çka kemi ne nga brenda, po me ato që unë paraqes, atij i robit kur më shef i kujtoj Zotin. Dhe kur unë atij i kujtoj Zotin, ai mendon që këta njerëzit që më kujtojnë mua Zotin për vete duhet të jenë më të mirat, patjetër. Dhe kjo është cilësia më e lartë e besimtarit, që është i mirë për veten, po edhe i mirë për komunitetin. Jo vetëm i mirë në sjellje, por i mirë edhe në kontribute, i mirë në atë që do përcjellin, i mirë në të gjitha fushat. Po mirë, ti the që nuk e ke prioritet, po është një lloj krenarie ku ti përfaqësosh denjësisht si pjesë e këtij komuniteti, si një vajzë me shami, grua me shami që ti je, pa diskutim që ndjenja e krenarisë është shumë e lartë. Patjetër që po. Domethënë dhe kur e shikon pastaj që aty të shohin me admirim për atë që ti përcjell, patjetër që t'jep kënaqësi. Do thosh ti kjo tritit çik, të uli çik me modestinë dhe trit çik mendjen. Jo, mundom ta maj nën kontroll atë, domethënë, dhe përdor autokritikën her pas here. Shiko, mos fola pak si shumë, mos u egzagjerova me këto që thash. Nëse mua më drejtohej dikush për të pyetur, patjetër që unë do kthej përgjigjen dhe do ta kthej në mënyrën më të mirë të mundshme. Ndodhi që profesoreshat spikatën gjëra nga përvoja që donin t'i ndaja me auditorin dhe her pas here më drejtoheshin me pyetje. Bile njëra më etiketoi, do flasësh pak oponenca ime mrena grupit. Po, do flas, patjetër që do flasim. Dhe kur e mbaroja bisedën, thoja, mos duhet flisja më pak. Po pse më drejtohen vetëm mua, ndoshta kam për që ti ulja vetes atë. Sepse përveç dijeve që shumë njerëz kanë, mungon dhe pjesa që njerëzit nuk e kanë atë guximin për të shprehur apo nuk e kanë në praktik dijet e tyre. Fakti kur një person e ngër punën edhe në praktik, pa diskutim që kjo të hap shumë rrugë për të folur dhe mos të kesh asnjë lloj pengese. Asnjë lloj kompleksi dhe pengese. Absolutisht, domethënë. Është shumë vërtet, po mirë, po kur i e kaq kërkuese me veten, me punën, a të bën kjo problem? Për shembull tek njerëzit ke stafi për shembull, si trajnon stafin që të jenë kaq kërkues aty? Janë mësuar tashmë, mua pika më e fortë e kopshit Lodrojm është qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e stafit dhe jam falënderuese Zotit pafund që mi ka sjell ata njerëz afër, cilët kanë kuptuar filozofinë e punës time, e kanë kaos atë punën që bëjnë te Lodrojm.
nuk e kanë profesion thjesht, nuk e kanë një kohë të kaluar bukur edhe një rrogë në fund të muajit. Por e mendojnë dhe e shohin si unë dhe jam shumë falendëruese Zotit, jam krenare për to. Dhe jam shumë falendëruese Zotit që i kam pranë. Okej, ato e shikojnë si kauzën tënde, po çfarë ke jo për si ti? kauzën time, jo. Ato e shikojnë si kauzën e edukim. E shikojnë me perspektivë të largë, do me thënë, në takimet tona që ne bëjmë her pas here, fjalia që përdorun më shpesh është që Zoti është bleft për gjithë kontributin normal që janë falendrues. Unë nuk i kërkoj atyre të bëjnë asnjë gjë që nuk e bëj vetë. Nuk i ngarkoj me detyra më shumë se sa marr vetë. Ndaj përgjegjësinë absolutisht. I vendos në pozita që ato të rriten profesionalisht. Jo vetëm bëjmë punën që të më përfitoj unë, po nesër kur të iken nga lodrojmë, ato të jenë profesionistë të mira dhe kudo që të shkojnë si eksperte me një ekspertizë të mirë me vete dhe të shkojnë si një aset atje ku të shkojnë. Dhe kemi pas plot që na kanë ndëruar atje ku kanë shkuar më përpara. Po kryesisht nga lodrojmë kanë lëvizur zonja, të cilat janë bërë nëna dhe kanë zgjedhur që të përkujdesen për fëmijët dhe për familjen në vazhdimsi. Adelina, si mendon ti se ti pa diskutimi edhe në postin drejtues, si mendon cilat janë karakteristikat që një punëdhënës duhet të ketë sukses me punën dhe punëmarrësit e vet? E para është ti respektosh edhe ti ish me ato i drejt. Nëse ti i respekton, je i drejt, i lejon që të jenë vetja, të ndërtojnë kompetenca, i lejon edhe që të gabojnë, edhe që të mësojnë bashkë, patjetër që ai krijohet një ekip, pastaj bëhet një ekip dhe ti je pjesë e ekipit pa ja imponuar atyre që të jenë pjesë e ekipit dhe ato e ndjejnë veten pastaj njësoj si ti. Po në një herë a ke ndjerë paragjykuar ose kopshti për faktin që le të themi imazhi drejtuesit të saj është një grua me shami? Patjetër që po. Patjetër që pa u bërë akoma kopshti institucion, kopshti është hapur në shkurt të 2014-s, ne tani bëjmë 12 vite, cilat nuk kanë qenë fort thjeshta. Përpara se ta sillim kopshtin, sepse donim nga ajo qendra e përkujdesjes, sillim diçka me nivel të mirë shërbimi, por edhe me nivel të mirë paraqitje në treg. Ndërtuam webin të parin. Atko webi ishte mega luks. Edhe sot edhe jo shumë biznes ishte, po. Edhe për këtë harrova ta përmend pak përpara te pjesa e stafit që ju përmenda. Lodrojmë nuk e shikoj vetëm unë dhe stafi i cilët e mbështesin si kaos, por edhe plot profesionistë të fushave të ndryshme, të cilët kanë aftësi në fushat ndryshme dhe mbështesin lodrojmë sa herë që ata kanë mundësi. Dhe kontributi i parë për ndërtimin e faqes ishte nga një ish prindi i atij kopshtit modest, nuk e quajmë kopësht, atij institucionit modest që u krijuar, asaj qendrës së përkujdesjes që ishte krijuar atje dhe që e shikonte si nevojë të komunitetit, pra si një kaos njësoj që e shikonim ne. Ai ndërtoi webin dhe ne u paraqitëm shumë mirë në treg. Njerëzit shkruanin përmes webit, merrnin informacionet, postonim ditë pas dite ndryshimet dhe risit që po sillnim kopësht, po sillnin një metodologji të bukur, bashkohore, po ndërtonim një ambient mirë me themi arredimin sipas nevojave dhe standardeve të cilat kërkonte tregu dhe koha. Njerëzit e shikonin dhe e pëlqenin. Prandaj unë zgjodha që të jem diskrete atëherë dhe tani ka ardhur koha që shiko se do ta heqim këtë qenit kështu, domethënë i tërhequr. Shkruanin dhe rezervonin takim për të parë kopshtin dhe me shumë kënaqësi, po jemi dakord me kushtet tuaja të shërbimit, me pagesat, me tarifat, me të gjitha dhe kur vinte përballë, ti shikoje një zhgënjim në sytë e asaj që kur të shikonte ty që po e prisje me shami, domethënë, dhe tërhiqej. Kjo ka qenë shumë e shpesh në vitet e para. Atë ka menduar ndonjëherë që s'do heci ose të heqë dorë? Jo, nuk e ka menduar kur që nuk do heci, domethënë jo që nuk do heci, po që të heqësh dorë për këtë gjë. Që do heq dorë për paragjykimit nuk e ka menduar kur. Sikur shërbimi jon ti mjaftoi vetëm atyre që vinë
dhe e pranojnë me dëshirë këtë lloj shërbimi dhe këtë lloj komoditeti që i jep kopshti pa paragjykuar veshjen time apo veshjen e disa prej punonjësve, se një nga qëllimet e mia ka qenë një institucion për të shërbyer fëmijëve dhe për të qenë i standardizuar dhe për të qenë në nivele të mira shërbimi, po një qëllim tjetër krahas kësaj, pothuajse i njëjtë, nuk ja ul as pak rëndësinë, ka qenë edhe krijimi një vendi punësimi për femrat, cilat nuk e gjenin dot, femrat muslimane kryesisht, që nuk e gjenin dot veten në treg, sepse ndiheshin të paragjykuara. Kush të dëshironte të plotësonte profesionalizmin cilën kërkonte vendi i punës, absolutisht po, domethënë, dhe sidomos në pozicionet e shërbimit, të cilat nuk kishin nevojë për ndonjë aftësi të lartë akademike. Kemi përzgjedh patjetër që të jenë gra besimtare, kemi përzgjedh që të jenë nëna të fëmijëve jetim, të cilët në kopësht i merrnin pa pagesë. I krijonim atyre një hapësirë. Më vonë është krijuar një hapësirë ku kemi punësuar nënën e një fëmije rom, cilën e merrnim në kopësht pa pagesë. Adelina, meqense bashkëshorti juaj është në fushën e biznesit, tashmë ju ka mbështetur ai apo ju ka ndihmuar me këshilla praktike për zhvillimin e biznesit? Patjetër që po. Bashkëshorti ka qenë një mbështetje e fortë që nga themelimi. Siç e përmenda edhe më përpara, nuk kam qenë vetëm unë ajo që e ka themeluar Lodrojm, ka qenë një ekip njerëzish, ndërto patjetër që edhe bashkëshorti im, po edhe përvoja e tij në drejtim dhe në menaxhim, më orientoi dhe më dha siguri për të vendosur disa parime edhe disa rregulla në punën time. Patjetër që çdo gjë që konsultohet ka sukses edhe vazhdimsi. Ai është gjithmonë aty syri im kritik, pasqyra ku unë shoh veten edhe them që shiko pas kam ca gjëra për të ndryshuar. Okej, më bëhet shumë shefi. Meqense jemi në fushën e biznesit, sot një nga vështirësitë më të mëdha që kanë njerëzit, po flasim më shumë te komuniteti jon, në bashkëpunime me biznese të ndryshme, është mos korrektesa. Dhe zakonisht ka dalë edhe kjo shpreha që nuk e plotësojnë në kohë ose siç duhet punën dhe thoma ballall, po nuk ta solla në kohë. Të ka qelluar ndonjëherë? Më ka qelluar. Situata të tilla që mund të kemë prishur edhe punë. Po, më ka qelluar, jam përpjek, më ka ndodhur shumë herë, jo një herë. Jam përpjek shumë që ta tejkaloj. Kam bërë se kur nuk kam kuptuar ose i kam lejuar që të mendojnë se ma hodhën, po kjo më ka bërë më të fortë edhe më ka bërë që të bëj një dallim të fortë mes naivitetit edhe tolerancës. Edhe shpesh ju a them atyre cilët më kërkojnë hallalin ose justifikohen ose arsyetohen. Shiko, unë nuk mund të jem brenda hallit tënd, brenda problemit tënd, që ta kuptoj deri në çfarë mase është. Masa e arsyetimit është mes teje dhe Zotit. Unë do pranoj, unë do i referohem asaj që po thua ti, kam pas të arsye, je arsyetuar. Hamase, sa është arsyetimi? Është mes teje dhe Zotit, dhe në një farë forme ti e nxit, shiko, zgjoj pak ndërgjegjen brenda vetes. Po, le të thonë ma bëj Allah, se nuk e humb Zoti bereqetin. Jo, pa diskutim që po. Pastaj kur e shikojnë ata që ti e korrekt gjithkohën edhe i bën të ndjehen kur mundohen të ta hedhin, ti i bën ti zgjosh ndërgjegjen dhe ndjehen keq me atë që thanë, në herën tjetër nuk e bëjnë. Okej, mirë. Një nga pikat e suksesit, le të themi, është dhe korrektesa që ti praktikon vetë, por edhe ua sugjeron, besoj, njerëzve. Po, korrektesa është çelësi çdo punë dhe çdo suksesi, nëse zysha nuk vjen në mëngjes, kush do kujdeset për ata fëmijët në mëngjes? Në qoftë se kuzhinierja nuk vjen në mëngjes, çfarë do hajnë fëmijët për mëngjes? Në qoftë se shoferi nuk ka dalë në orar, e zuri trafiku dhe i solli fëmijët në orën 12, kështu që ato janë zinxhir. Korrektesa është e padiskutueshme, jo vetëm korrektesë në orar, por edhe korrektesë në dorëzimin e punimeve, në dorëzimin e projekteve që bëjmë. Ne gjatë gjithë verës bie fluksi i fëmijëve, po gjatë gjithë verës ne përgatitemi se çfarë do sjellim vitin tjetër. Se ti do vish vit pas viti me disa aktivitete të përsëritura, sepse janë tematika që duhet ti ezaurojnë dhe ti ndjekin gjithë brezat, po ti të sjellësh diçka ndryshe, sepse ajo pika e fortë me cilën ne duam të luajmë treg është risia, është bashkëpunimi, është aktivitete në bashkëpunim me institucione, po edhe aktivitete në bashkëpunim me komunitetin, por edhe me kopshte të tjera. Gjë që shumë rrallë e gjej gjuhën edhe nga pjesa tjetër. Sot, për shembull, ne vim nga një
shfaqe në teatrin e kukullave, ishte shfaqja e Hirushja, mirë po ata kanë një kapacitet caktuar për cilin t'japin sallën dhe ti je detyruar që të bashkëpunosh me dikë që të shfrytëzosh ditën për aktivitet. Tani është muaj i ftohtë dhe ti nuk bën dot aktivitete në natyrë dhe zgjedhësh një aktivitet artistik brenda në një ambient ngrohtë. Dhe mu desh të komunikoj me një zonjë me cilën kemi ndjekur bashkë shkollën e drejtorave, krijom një network në tani. Dhe ishim bashkë për të ndjekur shfaqjen për të rezervuar sallën. Domethënë, te bashkëpunimi me kopshtet e tjera unë e shoh si një sukses, por edhe si një shkëmbim përvojash. Sepse unë nuk mendoj që nëse unë atë përvojën time të mirë ndava me atë, mua do më paksohet ajo mirësia që do vinte risku te unë se do shkoj edhe te ajo tjetra. Risku im do vinte unë. Është një problem shumë i madh. Risku atij do shkoj te ai, domethënë atë që ka caktuar Zoti nuk e ndryshon dot as ajo përvoja që ndava unë, as aftësitë e mia, as aftësitë e zonjës që është përballë me. Shikon si më sipër pra. Adelina, ti je dhe nën, sigurisht e një djali, tashmë të rritur, por dhe gjithë këto vite në breza që ke edukuar, ke qenë një element kyç edukimit të fëmijëve. Si mendon, kush janë ato problematikat e edukimit të fëmijëve sot? A shikon ndryshim midis brezave, duke qenë se fëmijët në fakt janë të vegjël, por normalisht karakteri i njeriu fillon që në vogëli pra. Si e shikon këtë ndryshim? Prandaj them që lodrojmë e shikojmë si kauzë, sepse edukimi i hershëm është ai që formon bazat dhe karakterin e fëmijës dhe të njeriu të ardhshëm. Nëse prindrit investojnë në kohë cilësore në qëndrimin me fëmijët e tyre, nëse kanë vëmendjen e plotë tek fëmijët e tyre, i vendosin atyre pak disiplinë dhe rregulla, sepse fëmijët kanë nevojë për rregulla dhe i tregojnë atyre parimet, ata do jenë të suksesshëm. Pra koha e kaluar me fëmijët është e pazëvendësueshme, është problematikë e madhe e shoqërisë sot. Apo kalojnë sot prindrit kohë me fëmijët e tyre? Po kalojnë kohë, po varet sa cilësore është ajo koha. Domethënë ti shikon prindin ta sill fëmijën në orën 7 në mëngjes dhe do vitë ta marrin në orën 5 mbasdite dhe ai është i raskapitur nga puna dhe sa kohë dhe sa energji do ketë për t'u dhënë vëmendje dhe sepse dinamika e jetës është e tillë që ai ka nevojë të angazhohet në 2, 3, 4 punë që të ketë mundësi që të përballojë faturat apo shpenzimet e veta. Por ajo është shumë e rëndësishme në edukimin e fëmijëve. Reflektohet kjo gjë tek fëmijët pastaj direkt ose për shembull le të themi edukimi me kopshtin, a mundohet që të mbylli këto gropat e krijuara te fëmijët? Po unë them prandaj zgjedhjen në institucionin privat që t'i ofrojë një shërbim pak më të detajuar dhe më të personalizuar, sepse numri i fëmijëve dhe përkujdesja, raporti edukator-fëmijë është më i mirë edhe më i favorshëm, por kjo nuk mjafton. Dhe ne prandaj mundohemi që jo që të zëvendësojmë rolin e prindit për të krijuar një kohë cilësore në kopës çdo ditë me një risi dhe çdo ditë me diçka të bukur, jo, se ne nuk e zëvendësojmë dot rolin e prindit, por ne kujdesemi që ai ta ketë një ditë të bukur në kopës dhe nesër mos të dëshiroj që të rri gjithë ditën gjithë kohën me mendjen se kur të vi mami të marri, po mezi të presi që të vinë kopës. Dhe të plotësojmë ne pjesën tonë, pastaj prindit pjesën e vet. Do të doja të kalonin disa vite më përpara dhe të flisnim pak për besimin, mënyrën se si ti ke hyrë në Islam, pra kujtimet e para. Në mos gaboj je gruaja e parë që mbuluan Rogozhin? Po. Kështu që unë jam katunare Rogozhine dhe këtë dhe me krenari. Po. Ne vim nga një familje besimtare që kanë trashëguar fen me aq sa dije kanë pasur njerëzit në atë kohë, domethënë gjyshi na ka çuar për herë të parë në xhami, mua, motra dhe vëllezërit e mi që kanë qenë më të vegjël. Aty kemi marrë themi atë kënaqësinë e parë të adhurimit madhore që ne po arrinim të bënim. Aq nuk kishim njohuri të mjaftueshme, por dinim që Ramazani agjëroi, shkoi në xhami për t'u falur, bile deri 5 namazet nuk e konceptoja atëherë. Ndoshta mosha e re apo aq na ishte transmetuar. Është bërë shkak për udhëzimin tim të plot. Një zonjë nderuar, Zoti e mëshiroft, ajo tashmë nuk jeton më, Leme Disha. Ai ishte një mekeshe familjes tonë dhe ishte e udhëzuar dhe kishte trashëguar edhe nga familja vet, goxha një uri fetare.
në një takim me ta në shtëpinë tonë, unë isha shumë kurioze. Para njerëz ajo ishte një zonë që vinte nga Tirana dhe normalisht unë gocë e re 6-17 vjeç kisha kuriozitet se aq njënin për jetën dhe për botën atëherë dhe ajo pjesa e saj fetare mua më bënte shumë kurioze që e pyesja gjithkohën. Ajo ishte e veshur, ajo falej, ajo dinte shumë nga feja, ajo tregonte histori dhe ne të gjithë si fëmijë rini me gojë hap, na zinte në befasi dhe qëndronim të etur për të mësuar prej saj. Duke parë kuriozitetin edhe interesin tim, ju thot prindërve të mi, ta marr me vete Adelinën në Tiranë se unë po ndjek një kurs. Në ato vite sapo ishte hapur feja në Shqipëri, ishin shumë pak njerëzit cilët mund përcjellnin fenë dhe unë pata fat që zonja Leme erdhi në shtëpinë time në kohën e duhur edhe profesora jupi një shqiptar i Maqedonisë bashkë në familjen e tij kishin ardhur qëllimisht në Shqipëri për të përcjell atë dijen fetare. Ai ishte një profesor i nderuar në universitet në Turqi dhe ishte hoxhi i nderuar. Bashkë në familjen e vet kishin bërë hixhret, kishin ardhur në Shqipëri për të përcjell fenë të njerëzit cilët frekuentonin xhamin. Dhe pata fat, kaq, pata fat. Po pastaj kur ke ardhur në Tiranë? Unë erdha në Tiranë në pushimet e vitit të tretë të gjimnazit me qëllimin që të mbaroj këtë kohën e verës, një kurs intensiv për të mësuar dhe pastaj të kthesha në Rogozhin prap dhe të vazhdoja gjimnazin. Kjo pati shumë interes nga njerëzit, sepse normal njerëzit ishin të etur për dijen, ishin të etur për fenë, nuk kishin njohuri dhe mbushej xhamia plot, nuk kishte kapacitet që t'i përballonte. Domethënë edhe pse ndaheshin në sektor të ndryshëm, bashkëshortja e profesorit, e bija, i djemt, nuk mjaftonte. Dhe lindi nevoja për të krijuar edhe kjo si një farë institucioni që deri diku atëherë nuk mund të themi institucion, po diçka më e organizuar. Po, më formale, dhe u krijua një mini shkollë. Gjatë kësaj kohës që u krijua kjo shkolla, u mendua që kishte shumë të interesuar që vinin nga rrethet, të krijojë edhe një qendër për kujdesje ose strehimi për vajzat që vinin nga rreth, për vajzat ishte kryesisht. Një shtëpisë e vogël, e cila do luante rolin e një konvikti. Atëherë unë bashkë me Lemen gjithë entuziazëm shkojmë tek prindrit e mi dhe i tregojmë që çfarë po ndodhte dhe çfarë mendoja unë, doja ta ndiqja. Menduam ta transferojmë gjimnazin në Tiranë. Deri atëherë unë kisha njohur vetëm 5 vajza me Shami. Ishte Lemja, ishin 2 motrat Mirela dhe Rezarta dhe 2 motra të tjera, Florinda edhe Aida. Ato kishin një veshje që më bënte shumë përshtypje, sepse normal se edhe veshja atëherë treg nuk ishte. Kishin qepur ca fustane të bukura me një staten me lulen e vet që i shikoja me admirim sa bukur i kishin qep dhe sa bukur që dukeshin. Akoma unë nuk isha vendosur hijab. Kur u kthem në Tiranë për të ndjekur kursin dhe për të qëndruar unë tashmë më në konvikt, mos më qëndru më tek shtëpia e zonjës Leme për ta lehtësuar edhe atë. Aplikimin në gjimnaz për të vazhduar vitin e 4 nuk u pranua. Jo vetëm për mua, por edhe për 2 vajzat cilat ishin të mbuluara dhe ishin mosha ime, Aida dhe apo për Mirela për shkak të mbulesës. Atëherë tham, po kthehemi prap në Rogozhin. As atje nuk e gjetëm formën për të regjistruar. Tash unë kisha vendosur që të mbaja Shami. Nuk di si të them, si e kisha vendosur në atë kohë, se kam qenë shumë e re dhe ndoshta nuk e kam menduar si një projekt afatgjat. Kam qenë akoma në fazën e eksperimentimit. Megjithatë doja që të shkoja në gjimnaz me Shami, e vendosur, po, për të vazhduar. Po. Dhe u ktheva prapë në Tiranë, nuk e ndoqa gjimnazin, ndoqa kursin shumë intensiv dhe gjimnazin e mbarova shumë vite më vonë kur u rihap korrespondenca dhe kalova një vit në 2 vjet. Çfarë moshe ke qenë kur ke filluar gjimnazin? Për së dyti kam qenë 29-30 vjeç ndoshta. Kjo është një mesazh shumë i bukur për gjithë vajzat që po na ndjekin, vajzat kryesisht meqense fokusi është aty, por edhe për gjithë njerëzit që duan dijen, pasi ti je rikthyer në moshë më të madhe për të mbaruar gjimnazin, por edhe studimet e larta i kanë filluar rreth moshës 35 vjeç. Kështu që asnjëherë nuk është vonë për të nisur çdo, apo jo. Çfarë është dia për ty? Dia është ajo cilën Zoti e ka cilësuar si arritjen më të lartë të njeriut. Përmes dijes
bësh njëri përmes dijes, njeh Zotin përmes dijes, je në shërbim të vetes, po edhe në shërbim të komunitetit. Është diçka që nuk ka shterje, po sa më shumë shtohet, sa më shumë merr dije, aq më i aftë bëhesh. Po edhe sa më shumë ndan dije, aq më shumë ajo shtohet, edhe ti ndjehesh më mirë. Sa më shumë lexon dhe sa më pak ignorant je, aq më shumë do që të lexosh edhe të zbulosh gjërat e reja. Kjo është me vërtet. Adelina, për të gjitha gratë që po na dëgjojnë, për ta mbyllur, për të nisur diçka të tyre, një iniciativë ose një ëndër, por kanë frikë nga dështimet, nga pengesat të ndryshme, qoftë edhe nga mosha ose nga ëndra të vjetra, çfarë këshilli do t'i jepja? Mos lero njëri të të thotë që ti nuk je aftë, qoftë me fjalë apo me nën kuptimet. Beso te vetja fort, përpiqu dhe vendos qëllime të sinqerta. Nëse vendos qëllime të sinqerta dhe ke një projekcion për atë që do bësh afatgjat, ndiqi hapat një nga një dhe mos u tremb fare. Do gabosh, sigurisht që do gabosh. Kush ka punuar dhe nuk ka gabuar. Gjatë gjithë jetës mund të ketë gabime, mund të ketë përmirësime, po mund të ketë edhe perfeksion. Kështu që do ta nisësh pa pas frikë se do gjykohesh, pa pas frikë se do gabosh. Asnjëri nuk ka lindur i ditur, pastaj puna është përvojë. Ajo vjen duke zhvilluar. Patjetër që vjen do një background dijesh apo aftësish, por pa përpjekjen nuk mund të jetë ajo, mund të ngelet akoma në një ëndër, po nuk u përpoqen, nuk e për ta kuptuar asnjëherë që do ta arrish. Dhe mesazhi më i rëndësishëm është që t'ja nisi nga sot. Faleminderit Adelina që që për këtë bisedë kaq të bukur. Të falenderoj jashtëzakonisht shumë që zgjodhe podcastin ton për të ndarë historinë tënde. Faleminderit shumë edhe ju që na dëgjuat. Mirë takofshim në episodin e radhës.